Shtetet e Bashkuara të Amerikës përgatitet për stuhi të fortë bore teksa 16 milion banor alarmohen. Një front i ftohtë nga Kanadaja pritet sjellë të paktën 30 cm dëbor në një rajon që shtrihet nga Michigani në Anglinë e Re qendrore dhe të vërë më shumë se 16 milion Amerikanë në gatishmëri për stuhi dimërore, thonë parashikuesit e motit. Stuhia e re tashmë ka sjellë borë nga Iowa në Kansas të mëngjes, pritet forcohet ndërsa lëviz drejt lindjes, tha Rich Otto, një meteorolog në qendrën e parashikimit të motit të shërbimit kombëtar të motit. Moti keq i cili do të ndikojë në rafshnaltën e madhe qendrore, Midwest dhe verilindje pritet të arrijë kulmin nga nata e së hënës deri të martën. Është një pamje pare dimrit dhe mendoj se kjo është mirë nëse ju pëlqen bora, tha Otto. Ndërkohë, banorët në Washington, Philadelphia dhe Boston pritet përballen me shi dhe breshër, thaj. Vala e re e motit të keq vjen pas një stuhie që veshi pjesë të vendit me të bardha, duke shkaktuar probleme me trafiku në Iowa, Indiana, Illinois dhe zona në Midwest, vuri në dukje meteorologu. Policia e Indianës tha në mediat sociale se rrugët e akullta dhe dukshmëria e ulët kontribuan në një aksident me 50 automjete në autostradën ndërshtetërore 70 në Tere Howe të shtunën. Në Chicago, trashësia totale e borës arriti në 10 inç gjatë fundjavës. Brandon Buckingham, një meteorolog me shërbim privat, paralajmëroi udhëtarët se kushtet e rrugëve do të përkeqësoheshin nga e hëna deri të martën në mbrëmje. Bora është e barabartë me ndërprerje të udhëtimit, ka thënë ai.